Në Ulqin të Malit të Ziu mbajt tryeza e Rumbullakët me temën Kujdes me hapësirën, ku shoqatat ambientaliste u bën thirrje autoriteteve që gjatë procesit të realizimit të planit hapësinor urbanistik në komunën e Ulqinit t'i kushtohet një rëndësi e veçantë disa zonave me vlera të njohura për ekosistemin e tyre. Njofton korrespondenti ynë Ali Salaj. Në pjesën verelindore të Ulqinit në një mal mbi liçein e Shasit gjendet qyteti i vjetër i Shasit, i cili konsiderohet ndër qytetet e vdekura më interesante në Bregdetin e Adriatikut. Kështjellat dhe kishet e këtij qyteti gjenden pranë rrugës së njohur romake Ulqin-Shkodër, kurse gërmallat sipas zbulimeve arkeologjike dëshmojnë se janë që nga kohrat e lire. Këtë e thekson edhe historiani shqiptar nga mali Zi Basrilika, i cili vënë duke se Shasi me moret e lire është ndër qytetet më të lashta në rajon. Në dokumentat e përgjithshme historike, qytetin e Shasit e gjem që nga shekulli 6 të erës së re si qytet peshkopal. Do të thotë, qyteti i Shasit është nga historia mund të themi se morinjet e tij janë ilire, kemi morinjet psikopolitike të cilat tregojnë lashtësinë e këtij qyteti. Në rreth të këtij qytetit kemi edhe lokalitetin Ilir në qerret të Zogë, ku i gjet sopata e bronzit, sopata e lire. Pra, e gjithë këtë trev ka një histori shumë të bujshme për kulturën shqiptare. Edhe njohësi i mirë i trashëgimisë kulturore dhe punonjësi i qendrës kulturore në Ulqin, Gazmen Kovaçi, vlerëson se gjetjet e fundit arkeologjike provojnë se qyteti i Shasit ka një histori të lashtë dhe të përmasave rajonale. Gërmimet e fundit arkeologjike kanë dëshmuar se Shasi është një fenomen i arkeologjisë sipas studiuesve. Ajo që është deklaruar me fjalë prej stafit e gërmimeve arkeologjike ka treguar se Shasi është mjaft i lashtë dhe është një lokalitet i cili duhet të studiohet dhe të vazhdohet të studiohet. Gërmimet e para treguan se është fjala për një lokalitet të përmasave rajonale dhe të rëndësisë për rajonin. Si në aspektin e arkeologjisë shkencës, ashtu edhe në aspektin e historisë për lokalitetin edhe për vetë treven. Mirë po si pasojë e shkatërimit dhe degradimit të vazhdueshëm të qytetit të vjetër të Shasit, kërkohet një ndërhyrje fizike në restaurimin dhe konservimin e kësaj pasurie të veçantë. Zoti Kovaçi dhe zoti Lika u bën thirrje institucioneve përkatëse në mbrojtjen dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie të rrallë kulturore. Mbetet që institucionet kompetente të bëjnë shumë më tepër, meqenëse se gërmimet arkeologjike çdo herë duhet të shoqërohen edhe me masat preventive të konservimit, meqenëse se hapja e lokalitetit duhet që të trajtohet pastaj për konservimit, meqenëse se kushtet atmosferike mund ta dëmtojnë. Nuk janë marrë asnjë masë konservimi dhe kjo është një pjesë e cila lën shumë për të dëshiruar dhe këtu duhet të punohet më tepër dhe pritet për institucioneve kompetente që të merret me punën e konservimit në mënyrë që të mbrohet kjo e cila është mbi sipërfaqe dhe ajo që ka dalë për gërmime arkeologjike mbi sipërfaqe. Për të realizuar këtë qytet, duhet të bashkëpunojnë të tri qeveri, qeveria e Shqipërisë, qeveria e Kosovës dhe qeveria e Malit Zi, do të thotë ministrit përkatëse për ruajtjen e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Bashkëpunimi i tyre mundson që të dalin në dritë të gjitha ato të dhëna historike, faktike për këtë qytet dhe për lashtësinë e këtij qyteti. Prania e një zone të veçantë të trashëgimisë kulturore siç është Shasi kërkon bashkëpunim me partnerë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar, me kohë që të krijohet mundësi të reja në shfrytëzimin e kësaj pasurie, e cila do të ishte shumë interesante edhe për zhvillimin e turizmit. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe menaxhimi i duhur i saj do të shërbente edhe zhvillimit ekonomik të vendit. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.